Qershori pritet të jeti sikletshëm për ministra e zëvendës ministra, pasi kryeministri Mashinisa Veriut e Christian Miskoski ka paralajmëruar se pas 17 qershorit do të nisin bisedimet për rikonstruimin e qeverisë. Megjithatë, ai nuk dha detaje se kush do të largohet e kush do të emërohet dhe se cilat ministri do të përfshihen në ndryshyme. Javën e ardhshme pas festimit të ditëlindjes së partisë, që do të mbahet më 17 qershor në Strumic, duke filluar nga ora 20 në stadium, do të fillojnë bisedimet me partnerët e koalicionit qeveritar lidhur me rikonstruimin e qeverisë. Kreu i qeverisë foli edhe për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, i cili theksoi se partia e tij ka mandat 4 vjeçar që ka fituar nga qytetarët dhe se synimi mbetet mbajtja e zgjedhjeve të rregullta parlamentare në pranverën e vitit 2028. Megjithatë, ai shtoi se janë të gatshëm për zgjedhje nëse ato kërkohen ose imponohen nga rrethanat politike. Politikisht kur hyn në gjysmën e dytë të mandatit është logjike të jesh i përgatitur për zgjedhje, qofshin ato të rregullta apo të parakohshme, nëse kërkohen nga opozita, por opozita jo nuk po kërkon zgjedhje, ajo është e fshehur, vetëm 3-4 persona dalin në konferenca për shtyp me të pavërteta dhe fyerje, kryesisht ndaj meje. Tani që kanë mundësinë të tregojnë në terren se sa ndikim kanë ato sulme dhe të pavërteta, ata thjesht po ikin. Nuk është e raport që LSDM-ja vepron kështu. Në historinë e saj, LSDM-ja e ka bërë këtë shumë herë. I pyetur për të komentuar njoftimet e lidhur me një ndërheqje të mundshme të Ali Ahmetit nga posti i kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim, Miskoski refuzoi të jap koment, duke theksuar se bëhet fjalë për çështje të brendshme partijake, në të cilat nuk dëshiron të ndërhyjë.